Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Do të flasim tani për çështje të bujqësisë. Të gjithë e dim problematikat dhe shqetësimet e shumta në këtë sektor. Vlen të përmendet fakti që rreth 80% e prodhimit që ne ndeshim në tregjet tona për atë prodhimeve bujqësore janë mall importi, po përpos mungesës së subvencioneve për fermerët, do të duhet të diskutojmë gjerësisht cilat janë problematikat që hasin sot fermerët që prodhimet vendase të mbërrin të konsumatori. Bashkëngjitur këtu edhe çmimet e larta të produkteve të importit që janë të detyruar të suportojnë qytetarët në Shqipëri. Për të diskutuar për problematikat e bujqësisë dhe jo vetëm, lejoni të prezantoj të ftuarin e sotëm, megjithse ju e keni lexuar të afishuar emrin e tij, është Alban Çakalli, fermer dhe ekspert i çështjeve të bujqësisë. Përshëndetje Çakalli. Përshëndetje Eliana, faleminderit për ftesën dhe gjithmonë na jep një hapësirë të flasim për problematikat e bujqësisë. Faleminderit juve se e dim që ju kemi shkëputur nga një kohë ku patjetër impenjimet në sektorin tuaj janë në kulmin e tyre, le të themi. Jo dhe aq në fakt. Tani që është ngrohtë, po punojmë dhe natën, po punojmë sepse kemi pasur dhe problematikën e mungesës së ujit dhe her pas here domethënë mundohemi që të punojmë sa më shumë dhe ta shtrim në kohë punën tonë që kemi. Ju shpeshherë në rrjetet sociale e keni nënvizuar këtë Çakalli mungesën e ujit. Si bëhet në raste të tilla? Rrezikohet i gjithë prodhimi? Si ja dilni? Në fakt, momentalisht, unë kam disa dynim të mbjell me perime dhe ta them sinqerisht se këtë vit kam hasur vështirësi të mëdha me ujitjen. Jemi në vitin 2025 dhe është turp të them që sfida kryesore për mua është të ujëzbima dhe dihet ajo që pa ujë nuk ka jetë dhe nuk arrin të marrësh prodhime rendimente të kënaqshme. Gjithashtu dhe nuk mund të marrësh dhe cilësi. Përpos kësaj, pastaj dhe tregjet janë të luhatshme, nuk kemi garanci në shitjen e produkteve, nuk kemi planifikim të mirëfillt, organizim të mirëfillt nga Ministria e Përkatëse që ne fermerët të koordinohemi me mbjelljet dhe të shesim në ato momente kur ka kërkesa për konsum të perimeve, se normalisht perimet janë i fokusuar. Por gjithashtu fermeri shqiptar është përballuar edhe me sfidat e tjera siç janë ndryshimet e klimës, kemi pasur ngrisca të vonshme në pranverë, molla, qershia kanë pasur mbi 80% dëmtime, normalisht dhe ajo do japi impaktin e saj në çmime, siç kemi parë qershia këtë vit kemi pas. Mungesa e dëmshpërblimeve të fermerëve kjo po e bën një barë shumë të madhe sepse ne fermerët hedhin para dhe presim që ato para t'i marrim mbas 6 muajsh, ndoshta dhe mbas një viti dhe kur ne këto para i humbasim, është shumë e vështirë që të kultivojmë vitin tjetër. Në vendet e tjera të rajonit fermerët jo vetëm që subvencionohen, por dëmshpërblen dhe kur kanë fatkeqësi natyrore. Janë shumë problematika që realisht ne po mundohemi t'i përballemi të vetëm por presioni është shumë i lartë. Çakalli, unë nënvizova dhe në fillim të minutave të nisjes bisedës së bashku. Me keqardhje të madhe e thash që rreth 80% e produkteve bujqësore në tregun ton janë produkte importi. E përmendët edhe juve që është e vështirë që produktet vendase të mbërrinte konsumatorit. Cilat janë pengesat, problematikat që hasin fermerët në Shqipëri? Më vjen keq se shpesh në fermerët përdorimi në raste kur prodhimet tona nuk shiten ose kemi mbi prodhime ose kemi mungesë diçka që dalin disa deputet dhe përdorin populizmin shumë për të bërë propagandë, a thua se janë në krahun e fermerëve. Një rast të ngjashëm, në mos gaboj dje ose pardje, ka reaguar deputeti Ëmbra. Po normalisht po bën populizëm, sikur po shpëton kur është pjesë e asaj qeverie që bën politikat e bujqësisë dhe të fermerëve shqiptarë.
Normalisht Erioni po përdor ndoshta synimi i tij është që të kandidoje për kryetar bashkie të Tiranës dhe ka gjetur këtë që dali i larë me fermerët dhe i pastër me fermerët dhe sikur shpëton bujqësinë. Unë personalisht kam mbi 5 vite që deklaroj që duhet t'i japim akses fermerëve shqiptar që të shesin në tregjet e Tiranës pa pasur atë ndërmjetësimin e tregtarëve. Do me thonë një herë në javë t'i jepet mundësia e çdo fermeri në Shqipëri, ashtu si bëjnë në vendet e tjera të Europës, ku kontakti të jetë direkt konsumator fermer dhe kjo do ndikojë që të tjerë që interferojnë edhe tek çmimet e larta. Pa ndërmjetës të tjerë do ishte një rregullator perfekt që çmimet të mos abuzohen nga grumbulluesit, siç janë ose më mirë po i quajmë rëndom tregtar të shumicës dhe të pakicës, dhe kjo do jetë pastaj do kishte konsum më të madh normalisht, në qoftë se momentalisht po flasim se kemi pasur raste në media plot që po shihet kastraveci 200 lekë të vjetra, ose kam parë disa raste kur thot është 2000 lekë arka, është skandaloze kjo gjë, që është normalisht nën kosto, shitet nën kosto, po të paktën këta fermerë t'ju jepet aksesit që mos t'i hedhin nëpër kanale, por ta shesin në Tiranë dhe qytetarët shqiptar do blinte më shumë mallra bujqësore të një cilësie të mirë, po do i merrte me çmime shumë herë më të lira dhe normalisht do rritej sasia e konsumit në vend. Dhe kjo do jep një mundësi, sidomos konsumatorëve shqiptarë që të ndihmojnë të fermerin në këtë rast. Por do përdoret normalisht për populizëm, pas disa ditësh do harrohet kjo gjë dhe do përdoret her pas here. Prandaj shpesh kam bërë thirrje që ne fermerët forcën ne kemi tek bashkimi ynë, të bashkohemi dhe jo të reagojmë në ditët si po themsoj në ditët me shi, por të reagojmë dhe me ditët me diell, të reagojmë dhe atëherë kur kemi mirë që politikat për ne ti imponojmë ne, jo të na imponohen politikat ne. Europa e zhvilluar është aty ku është, sepse fermerët kanë qenë jashtëzakonisht shumë të bashkuar dhe kanë arritur synimet e tyre pa përdorur nga populizmat e politikanëve që ndodhen në vendet e tjera. Prandaj forca është te ne, duhet të bashkohemi, të kërkojmë ato gjëra normale që gjithë vendet e rajonit i kanë, duam subvencionime, duam që të kemi tregje të sigurta, duam që prodhimet tona të mbrohen nga importi, dua të cek diçka, këto ditë po lexoja diçka me Iranin, në fakt, është vend, siç po thotë, është vend teokratik, vend diktatorial, por Irani subvenciononte energjinë elektrike. Irani e mbron fermerin vendas me, domethënë, produktet e importit taksohen me 50%. Dhe kjo jep akses fermerit iranian të shesi dhe të jetë më i mbrojtur se sa fermeri shqiptar. Imagjino me çfarë po krahasohemi në vitin 2025. Alban, ju thoni forca qëndron tek të bashkuarit të fermerëve, në fakt ne ju kemi parë shpeshherë edhe të bashkoheni, edhe të reagoni, edhe të protestoni, madje edhe të gjobiteni pse keni protestuar. Rastet pa precedenta këto, ndoshta asnjë ran nuk ndodhin. Që të gjobiten me nga 1 milion fermerët pse dalin dhe protestojnë për të drejtat e tyre kur ju vjedhin edhe fondet e Bashkimit Evropian. Në fakt, fatmirësisht kam marrë pjesë në disa protesta dhe në vendet e tjera, sepse shkoja për turizëm dhe shikoja rrugët plot dhe pyesja çfarë janë këta fermerë. Dhe sinqerisht më merrte ajo dallga e protesta dhe futesha në protestë dhe kam parë një reagim nga fermerët e vendeve të tjera. Kam qelluar në mos gaboj para 2 vitesh në Francë, ku fermerët francezë ishin shumë herë më të dhunshëm se sa fermerët shqiptar, ku shkonin me ato traktorat e tyre dhe sulmonin bashkitë, sulmonin zyrat e bujqësisë atje me ple, me digjnin goma, që këto gjëra ne nuk i kemi bërë kurrë, bllokonin rrugën me ditë dhe nuk guxonte asnjë policë që ti ngasmonte apo ti dërgonte në komisariat, sepse janë shumë të fuqishëm ata, janë shumë të ndoshta të bashkuar, por dhe shteti i tyre e respekton fermerin francez sepse e kupton rëndësinë e tij.
Ndërsa ne na kanë marrë zvarr, na bëjnë presione, na bëjnë gjitha këto. Çfarë të them tjetër nuk e di, është jemi në një presion shumë të madh, kemi shumë dëshirë realisht, kemi shumë dëshirë. Ndoshta edhe nga se jemi fermer bëjtëll, nuk e di, jemi shumë të dobëzuar, nuk po gjejmë atë forcën e madhe të goditjes. Ne kemi qenë jashtëzakonisht shumë të qartë me synimet tona, shpesh herë jemi sulmuar, jo po përdorin kështu fermerë shqiptar, po përdorin ashtu kur normalisht detyra jonë është të prodhojmë, ne nuk monitorojmë kontrollin e prodhimeve të sigurta. Këtë ndjek Ministria e Bujqësisë dhe fajtori kryesor është normalisht Ministria e Bujqësisë, Ministria e Përkatës. Çakalli, juaj përmendët pak më parë reagimin e djeshëm të një deputeti të Partisë Socialiste për populizëm apo propagandë, por ai ka kërkuar masa konkrete si shfuqizimi i tregut të autostradës, eliminimi i ndërmjetësve apo barazimi të VSH-s, që janë gjitha reforma të ndërmarra nga qeveria, partia ku ai bën pjesë. A mund t'i shpjegojmë publikut, të lutem, konsumatorëve, çfarë është ky tregu i autostradës, ndërmjetësit në këtë rast, dhe si ndikojnë tek ajo rritje artificiale e çmimeve? Pra, nga fermeri produkti del gati nën kosto dhe përfundon pastaj në treg me çmime të çmendura edhe më të larta se në vendet e BE-s. Në fakt të themi realitetin, ka disa të vërteta në ato gjëra që ai thot, por është mjeshtër i manipulimeve. Dua të them që ka një farë monopoli në tregtimin e fruta perimeve në Shqipëri, kur i jepet vetëm një vendi grumbullimi, siç është, dua të përmend emra, siç është tregu i Shumicës në Tiranë, ku aty kontrollohet gjithçka, numri i tregtarëve të Shumicës është i limituar, tregtarët e vegjël që kanë markete, dyqane, shkojnë dhe blejnë aty. Domethënë, tregu kontrollohet jashtëzakonisht shumë, ku blihet lirë dhe shitet shtret. Ndoshta me të drejtë drejt diku thotë që ai treg nuk është se ai mund ta mbyllë, por duke i lënë fermerëve shqiptar akses të shesin në Tiranë, normalisht do ishte një rregullator perfekt dhe nuk ka pse të mbyllet tregjet, sepse është një treg privat. Në mos gaboj, është treg privat dhe nuk jemi në vende diktatoriale që të mbyllim tregjet, por duke përdorur këto balancat, hapjen e tregjeve, por për sa kohë ai deputet ka votuar ligje në parlament dhe gjithmonë ka votuar ligje shpeshherë dhe kundra fermerëve shqiptar, besoj që nuk do japin ndonjë impakt të madh në këtë çështje. Çakalli, sa i takon cilësisë së produkteve vendase, çfarë mund të thoni? Ta them me bindje, kemi problematika siç kanë vendet e tjera. Cilësia, e kemi thënë shpesh, cilësia, ne kemi orët me diell, kemi mbi 300 ditë orë me diell në Shqipëri dhe kjo nuk është se ne jemi po e bëjmë këtë se jemi të afër, klima shqiptare na favorizon dhe do këshilloja gjithë që të konsumojnë prodhime shqiptare, të marrin tek fermerët e vegjël, gjithmonë të marrin tek njerëzit që njohin, dhe do të dëshiroja shumë se sa më shumë të refuzojnë produktet e importit, aq më shumë do ndikojnë që parat të mbesin në vendin tonë dhe fshatrat shqiptare të kenë një zhvillim më të madh, më të qëndrueshëm dhe përsëri ato parat që ne do shpenzojmë në prodhime bujqësore, ndoshta në një zinxhir do na rikthehen përsëri në investime apo ku di unë, domethënë nuk është se ato para do ikin jashtë. Ka në dorë ka dhe qytetarë shqiptar, konsumatorë shqiptar, që të na japin një dorë të pakën shtetit se kemi krah, po të kemi qytetarë shqiptar krah. Po si e dallojmë produktin vendas nga importit, Çakalli? Nuk e dallojmë dot. Qytetarët. Nuk e dallojmë dot, por prandaj kemi kërkuar shpesh që prodhimet shqiptare të kenë gjurmëshmëri të origjinës se ku është prodhuar, që konsumatori shqiptar të jetë më i orientuar se çfarë po blen. Ndoshta po t'jap një fakt interesant, gjithmonë po marr përsëri Francën.
çmimet e importit në marketet franceze, po marr mollën është 1 euro, ndërsa molla franceze mund të shitet me një çmim 2 euro dhe përsëri konsumatori francez shkon dhe e blen mollën franceze. Këtë ndoshta mund ndodhe dhe me qytetarin shqiptar ku mund të orientohet drejt prodhimeve të vendit. Prandaj normalisht duhet gjyrmueshmëri ku është prodhuar, cili e ka prodhuar dhe kjo garanton dhe cilësinë e produkteve dhe normalisht mund të konsumojmë produkte më të sigurta. Po sa i takon cilësisë së pesticideve, Çakalli? Shpeshherë kemi dëgjuar që nuk janë cilësi e mirë, qoftë edhe plehrat kimike që duhet përdorin fermerët për produktet e tyre. Unë në fakt nuk them kur pesticide, po ne ka një emër, janë produkte të mbrojtjes së bimeve, pa to nuk arrihet të prodhohet, është shumë e vështirë. Ndoshta në gjithë botën janë 2% e prodhimeve janë organike dhe kanë vendet e zhvilluara. Edhe ne prodhojmë prodhime organike, por nuk është se kemi certifikuar dhe nuk tregojnë ato. Ka raste që ne shesim prodhime organike me çmimin e prodhimeve konvencionale, siç janë rëndom në vendet e tjera. Cilësia e plerave lë për të dëshiruar, kërkojmë më shumë kontroll për plerat. Normalisht kjo do kthejë në kosto dhe në fitime për fermerën shqiptar, se ndoshta do përdorte më pak këto produkte të mbrojtjes së bimeve. Por ne kemi institucione që i kontrollojnë ato, por vështirë që këto funksionojnë, domethënë. Është monopolet e gjithçka tjetër kanë bërë punën e vet. Prandaj këtë zgjidhem përsëri fermerët, organizimi ynë është shumë i rëndësishëm që këto abuzime ti denoncojnë. Vetëm kjo na ka mbetur. Nuk kemi rrugëzime tjetër. Merren apo s'merren parasysh denoncimet edhe kjo është një moment tjetër që lë vend për diskutim. Çakalli, po qasja që kanë vendet e rajonit, e europiane, ndoshta edhe më gjerë ndaj produktit shqiptar, pra eksportet, se janë firmosur njësër marrëveshjesh rregulluese, por nuk e di sa zbatohen edhe cila është qasja që kanë ndaj produkteve shqiptar, pra si jemi me eksportet neve të produkteve? Shpesh, normalisht, Europa na bën për prodhime bujqësore, besoj, sepse na favorizon hershpëria, por unë nuk jam fan si eksporteve, se të fokusohemi të eksportojmë shalqi dhe të importojmë qumësht, djathë, mish, është skandaloze. Të dërgojmë shalqi dhe të marrim mish pule nga Brazili, të marrim mish nga vendet e tjera që ndoshta janë me 20-30 vite në frigoriferat e vendeve të tjera, ku ne kemi male të mrekullueshme, kemi një natyrë fantastike, prandaj nuk shikojnë ndonjë qëndrueshmëri në këtë gjë. Përpos kësaj kemi pasur një zhvillim të turizmit, një ardhje të turistave të shumë dhe po konsumojnë produkte të huaja. E rëndësishme është shumë që ne të prodhojmë vetëm për vendin tonë, sepse aq territor kemi, ne nuk bëhemi dot Holland, nuk bëhemi dot Brazil. Prandaj është rëndësishme që politikat bujqësore të jenë të fokusuar vetëm për prodhimet vendore, që këto prodhime të shiten në vendin tonë dhe mos të fokusohemi tek eksporti. Se shpeshherë ne nuk është se kemi kontrata të sigurta me vendet e Bashkimit Evropian, ku ne çdo vit dërgojmë X saci. Ne thjesht mbushim ato hapësirat në vendet e BE-s, kur ka dëmtime nga bujqësia, ka dëmtime bujqësia italiane dhe spanjolle, dhe ku ta gjejmë atëherë ta marrim në Shqipëri. Dhe kjo nuk është qëndrueshmëri, se kemi pasur raste plot kur shëlqini shqiptar nuk është shitur në vendet e tjera, për shkak se ata kanë pasur ku ta gjejnë një prodhim të mirë. Prandaj, Ministria e Bujqësisë duhet të ketë një plan minimalisht 5 vjeçar, se ku do shkojë bujqësia, cili është çmimi i bujqësisë dhe në qoftë se ne prodhojmë për vendin tonë, është diçka e qëndrueshme dhe diçka e sigurt. Nuk do të bëjmë këto aventura që të fokusohemi jo po eksportin në Gjermani, jo po eksporti atje.
nuk e shikoj diçka të qëndrueshme. Të qëndrueshme e shikoj që ne të prodhojmë për sezonin veror dhe të arrijmë të plotësojmë 9 muajt e tjerë të vitit, që konsumatori shqiptar për këtë kemi Ministri Bujqësie që të siguroje prodhime vendase. Dhe këto para duke pasur zhvillim të qëndrueshëm, normalisht mund kemi dhe zhvillim të fshatrave shqiptar, se kemi mbetur si në vitet 1910 kur u formua shteti shqiptar dhe është skandaloz, kemi fshatra pa rrugë, pa ujë, pa drita, dhe normalisht po nuk zhvillove bujqësinë, asnjë lloj qeverie nuk mund të investojë në këto fshatra. Ky konstatimi juaj është shumë i drejtë, Çakalli, po më lejo të shtoj dhe mungesë të burimeve njerëzore përpos mungesë të rrugëve edhe gjërave të tjera. Ju si ja keni bërë me punëtor me burime njerëzore? Keni patur vështirësi apo? Në fakt, ne shpesh kemi marrë punëtor sezonal, sepse kështu e kemi pasur punën, nuk është se janë ndonjë fermer i madh që arrit të forcoj 10 fermer. Flasim në përgjithësi, me informacionin që edhe shkëmbeni mes jush, jo vetëm për ju. Ta them sinqerisht se kam pasur para disa vitesh, disa të rinj, dhe ata janë larguar në Turqi dhe një ditë erdhën dhe më vizituan dhe më tha që në qoftë se do kisha punë në Shqipëri me të njëjtë, normalisht që pagat deri ku janë si në vendet e Turqisë, po themi, në qoftë se do kisha punë, po më tha ti pak në 10 muaj unë do ikja nga Turqia dhe do kthehesha në Shqipëri të punoja në Shqipëri. S'ka më mirë se vendi yt. Por kriza e fuqisë punëtore është shumë e madhe, po e ndjejmë çdo ditë dhe është shumë e vështirë ta zëvendësosh, se nuk kemi me kat ta zëvendësosh, se këto të huaj që po vinë nga Bangladeshi nuk e shikojnë Shqipërinë një vend për të qëndruar, por thjesht një vend tranzit për të qëndruar disa javë dhe për të shkuar në vendet e tjera të zhvilluara. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi fshatrat tonë me banorë dhe normalisht të kemi punëtor të jenë punëtor shqiptar, se unë kam parë shumë punëtor të huaj, por si punon shqiptar, asnjë tjetër nuk mund ta bëjë punën e punëtorëve shqiptar. Janë shumë të zgjuar, janë inteligjent, nuk ka nevojë që të kesh pastaj të flasësh një gjë të huaj me to, dhe është qëndrueshmëri. Punëtori shqiptar është ajo që ne mund ta zhvillojmë të bujqësinë tonë, në qoftë se do kemi politikat e duhura. Fatkeqësisht, mosha mesatare që merren me bujqësi ndoshta mos them që është mbi 60 vjeç, dhe jemi në dekadën e fundit ku ne mund të themi që kemi bujq, do jetë shumë e vështirë dhe mund të jemi të varur 100% nga prodhimet e importit mbas 10 vitesh. Dhe kjo është një dramë shumë e madhe për bujqësinë shqiptare. Alban Çakalli, ju falenderojmë për bisedën, ju inkurajojmë, megjithse tashmë i dim gjithë vështirësitë me cilat haseni, qoftë nga mungesa e granteve, mungesa e subvencioneve, mungesa e kujdesit për të rimbursuar pastaj dëmet që shpeshherë shkaktohen jo për fajin tuaj. Ju falenderoj për bisedën. Faleminderit shumë që na lejoni gjithmonë që të themi ato gjëra që mendojmë. Ju përshëndes, kalofshi mirë. Faleminderit edhe juve, Alban, për kurajon tuaj edhe për reagimet tuaja të shumta në lidhje me çështjet e bujqësisë. Faleminderit. Zhvilluam një bisedë në studio, zonja dhe zotrin, me Alban Çakallin, fermer, ekspert i çështjeve të bujqësisë. Renditëm në pak minuta disa nga problematikat kryesore që ndesh bujqësia sot në Shqipëri. Ju falenderojmë për vëmendjen e kushtuar.